Pyetja e dytë. Zoti Berisha, teksa propozuat listat e mbyllura të Partisë Demokratike përpara anëtarëve të kryesisë, kishit parasysh të shpërblenit besnikët tuaj apo të ndërtonit një ekip fitues për zgjedhjet e 11 majit? Osman, po të nalesh si politolog, nuk do të gjesh ndonjëherë në 34 vite në skenën politike shqiptare një njeri si Sali Berisha që jo vetëm e pranon, por e parapëlqen diversitetin. Absolutisht. E ta them këtë me bindjen më të thellë. Asnjë njeri nuk është heq dhe nuk mund të hiqet se Sali Berisha nuk mund ta toleronte atë për mendimet e tij ndryshe nga unë. Kur hiqe nga snodha jo. Ata që e mendojnë këtë, në një prej personave që mund të ketë mendue se nuk është në listë për këtë arsye, unë e garantoj që është i gabuar. Jo, asnjëri s'ngelet nga ajo. Nuk mund të mbetet kur. Ky është, unë në fundit, këtë jetë politike e kam nisur për motivin më themelor të pranimit mendimit ndryshe. Kjo ka që po të më thesh më në origjinë, atje ku kam filluar, për mendimin ndryshe kam filluar. Dhe kam filluar për mendimin ndryshe në një kohë kur ai kushtonte ndonjëherë me çmim shumë të shtrenjtë. Nuk heq dorë nga ajo, nuk më pozicionon dot mua kush pse kundërshton apo pse kritikon në pozicion që unë të them se nuk të toleroj. Ky është i patolerueshëm për mua. Jo. Prandaj nuk kanë ngel asnjë. Gabojnë ata që mund të mendojnë, s'kam se kjo është normal, por nuk është e vërtetë. Dhe pyetja e fundit. Zoti Berisha, ju i keni pranuar zgjedhjet e vitit 2013, ku në fakt po të shikosh listën e kandidatëve të mbyllur në këto zgjedhje, ju keni edhe emra të ricikluar nga zgjedhjet e vitit 2013, ku Partia Demokratike mori, themi, kundër rreth 900.000 ca vota. A mendoni ju se ata emra të cilët shqiptarët nuk i kanë votuar në 2013-ën do t'i votojnë në vitin 2025? Ata emra që nuk janë votuar në vitin 2013, në 12 vite kanë dëshmuar besnikërinë ndaj shqiptarëve që nuk kanë votuar. Në 12 vite kanë dëshmuar, kanë faktuar se në rast se ka patur në një presupozim ndaj tyre, ka qenë i padrejtë, sepse ata janë faktuar që i kanë shërbyer qytetarëve dhe janë në shërbim të tyre. Janë disa prej tyre, unë të them, patjetër, sepse kudo në botë po të shofish, gjën politikan afat gjatë, kudo, gjën politikan meteorik, gjën politikan afat mesëm, por ata që qëndrojnë, ata që janë afat gjatë, të garantoj që kur figura e tyre del e pa komprometuar, ata janë një aset i vërtet për politiken. Ja ku i ke, Edi Rama i kishte të gjithë aty. I kishte të gjithë aty. Bëri gjithë çka me lup dhe sugjeti do të asgjë. Pra, këta vërtet janë disa prej tyre edhe para 2013. Por ama kanë qenë shërptorë.
në këtë politikë dhe eksperienca në politikë nuk është aset, nuk është dobësi. Ndaj dhe, si që janë ata, janë grup i të rive që s'kanë marrë pjesë kur në fushat elektorale, do hynë këtë vit. Unë do bëj një analizë statistikore për gjithë edhe do ja usell ju, po janë jo pak. Janë një grup i gjerë që konkurojnë për herë të parë. Një gjë është e sigurt, që formimi i tyre është i shkëlqyer në tërësi. Është një Shqipëri tjetër. Mua më erdhi para disa dish sekretari një dege. Nuk e kisha takuar. Dhe ai më paraqiti CV-n e tij. Ai do të ishte jo më shumë se 26-27 vjeç. Po një CV fantastike. Dhe më rjeshtoi, ishte një muhabet këj tjetër, më rjeshtoi shkurtimisht të gjithë investimin që ai kishte bërë për formimin e tij politik. Pra, në këto lista janë kualitete të mëdha, po ta krahasosh me listën tjetër, kap kokën me dorës. Ç'është ajo lista? Ç'është ajo listë që listë të mbyllur janë fut personat që i kanë dosjet më të rënda se peshën e trupit në spak. Dhe njohur ajo. Po tani ti e din sa dosje ka korbe e Covidit. Nëse e din, se je marrë me te, nuk janë numri dosjeve të saj, shkon sa dosjet e Erion Velis. Po tjetër punë, se Edi Rama këte e mbron se ka vjedh me te, edhe me Erionin, po Erionin e lëshoj, se Erioni bëri gabimin fatal se u paraqit si zëvend si ti. E kupton? Mos mendoti se e ka lëshu Edi Ramën atë për arsye tjetër. Absolutisht jo vetëm se e dinte që 12 maj i zinte vendin ai. Ishte i papërmbajtur në karrierë. Dhe tha më mirë, i futi dhe ato çimkat me Uluziun, janë zorën regjistrimet ku i thot, ndër të tjera, i thot Ajols, shko thuj Ram se Belina i ka paguar Olsit 2 milion euro në Greqi. Edhe ajo shkon e i thot, a e se di që çdo operacion aty drejtoi nga Rama. Midis tjera, pa i keni marrë vesh ju këto, po si publikoni. Plus gjëra tjera që kishin aty ato regjistrimet e Uluziut e të Rams. Pra, nuk kanë të krahasuar. Faleminderit. Urdhoni. Do jem pjesë, po fjalën e kanë, nuk jam unë maestro i TikTokut, janë trit, ata janë frymëzimi, unë aty do t'jem t'i mbështes, po fjalën ata do flasin, se ata janë anticensur. Sheshi, jo, te kryeministria, te kryeministria, e ka dhash gabim, te kryeministria, faleminderit, protesta është te kryeministria, te paranërtesët Tiranit, të Habitullahu të Tiranës.